Këto janë deodorante, cilat gjitha janë përmi sasi 100 ml, edhe që janë të ndalume për mi marrë me veti në aeroplan. Shumica janë, domethënë, krema, deodoranta, senet të udhëtarëve, gjitha janë më të mëdha se 100 ml. Këto gjëra cilat ndalohen apo janë të rrezikshme për fluturim, ato më pas dërgohen në deponi, ku edhe merren nga kompanitë ku bëjnë asgjësimin e tyre. Ku gjërat me vlerë konfiskohen apo mirën nga doganat e Kosovës, ndërkaq gjërat tjera kryesisht ju dhurohen shoqatave jo qeveritare. Kemi bërshor, briska, gjitha këto konsiderohen si mjetet ndalume. Unë është me nga tregu se cilat sene janë që asgjësohen edhe nuk kalojnë në aton kontrolës, edhe ku mbetën që ato gjëra. Të gjitha gjërat e rrezikshme cilat janë të ndaluara në fluturim janë të vendosura tek lista në sportelet e pranimit të udhëtarëve, ku udhëtarët marrin informacionin qysh në procesin e parë brenda aeroportit të Prishtinës. Këto gjëra cilat ndalohen apo janë të rrezikshme për fluturim, ato më pas dërgohen në deponi, ku edhe merren nga kompanitë ku bëjnë asgjësimin e tyre. Laptopin edhe pajisjet dhe kablën e rrymës nga bagazhi i dorës, domthonë laptopin edhe mbushtin e laptopit. I jekë gjitha lëngjet nga bagazhi juaj i dorës, pavarësisht a janë më të mëdha apo më të vogla se 100 ml. E largon pallton, gjaketën, edhe i largon gjitha gjësandet si që janë telefoni, ripi, qelsat, monedat, kuleta, edhe vendosen në shport për u përgatit për skenim. Këto senet që shihen më poshtë, janë senet e ndalume që nuk lejohen mu bardh në aeroplan. E sheh krejt poshtë, është një qese transparente ku lejohen deri në vetë artikuj, po ata artikuj du të me konë të asoj madhësie që mundet me mbyll brenda qesës, që është një qese që gjendet gjitha aeroportet. Gjitha gjësendet e ndalume që largohen prej valigjeve të udhëtarit, hudhen në kutit edhe ndohen sipas kategorive, si shihni edhe në foto. Domethënë deodorante, alkoole apo likuide tjera. Në aeroportin tonë, kur ka ndonjë mjet i cili nuk lejohet që të kalojë kontrollën e sigurisë, mirë po ka një vlerë për udhëtarin, qoftë ajo që është një kujtim apo diçka e tillë, atëherë lusim udhëtarin që të dërgojë dikën nga familjarët e tij, të autorizojë dikën nga familjarët, apo të vijë dhe ta merr atë brenda një afati kohor 2 javësh. Kjo është një mundësi të cilën ne e kemi ofruar duke pasur parasysh se ka qytetarë të cilët janë të lidhur me kujtime apo me gjëra të tjera. Për artikujt me një vlerë të veçantë, që ka vlerë monetare, ose mundet me kanë një diçka që nuk ka vlerë të madhe monetare, po ka vlerë shpirtërore. Është një diçka që udhëtari me çdo kusht tenton për mi urujt, mund me pas një dhuratë për dikujt anëtarët të familjes që është shumë e rëndësishme për të, më shumë ka rëndësi ashta se vlera monetare. Atëherë na urojmë atë artikujt për 14 ditë. Brenda 14 dite udhëtari mundet mu kthy mrapa, masi që kryen udhëtimin, ose me këtë formë jepet një pjesë udhëtarit, një pjesë na vjen edhe tërheq artikullin e ndaluar që na ja kemi nal. I vendoset një kod i veçantë, edhe në bazë të kodit identifikohet ai mjeti edhe tërheqet prej udhëtarit. 100 ml, edhe që janë të ndalume për mi marrë me veti në aeroplan. ml. Këto janë gjësende që konsiderohen si të rrezikshme. Mjetet të ndalume. Arm loader, mjeti mreth, kemi bërshor, briska, gjitha këto konsiderohen si mjetet të ndalume. Kur janë të mbushura të gjitha, kemi një ditë mbrana javës të caktume, që është një komision i krijuar prej aeroportit, policisë, doganës, edhe bashkarisht dërgohen në depon, ku ruhen senet e ndalume deri në asgjësim. Edhe atje janë do shporta më të mëdha ku i ruajnë për një kohë pak më gjatë, derisa të vinë kamionet për me bë asgjësimin.
Sa I përket valigjeve të humbura dhe të gjetura, ne mbajmë këto valigje diku në një periudhë kohore deri në 6 muaj. Pas kësaj periudhe bëjmë një njoftim publik përsëri, ku lusim të gjithë udhëtarët apo qytetarët që kanë harruar këto valigje, të vinë dhe t'i kërkojnë përsëri ato. Më pas 2 javë më vonë, këto valigje atëherë hapen me komisionin I cili përbëhet nga Policia, Doganat e Kosovës, Sigurimi I Aeroportit dhe departamente tjera përkatëse, ku gjërat me vlerë konfiskohen apo mirën nga Doganat e Kosovës, ndërkaq gjërat tjera kryesisht ju dhurohen shoqatave jo qeveritare, si ndihmë apo si një suport në aktivitetet e tyre.